Shikues të nderuar, jemi rikthyer sërish në studio, këtë herë në hapësirën e intervistës dhe do të kem nderin që të zhvillojmë një intervistë me Elton Hetën, ekspert IT, duke qenë se pas ngjarjes së ndodhur ku një 14 vjeçar u vran nga një bashkëmoshatar i tij, kryeministri i vendit Edi Rama, por jo vetëm dhe ministri i Arsimit dhe Punëve Sociale, mbylli kështu rrjetet sociale, konkretisht TikTok, në mënyrë për të siguruar kështu fëmijët. Por qytetarët shqiptarë gjetën zgjidhjen, sidomos të rinj, gjetën zgjidhjen menjëherë në përdorimin e VPN. Por si do ndikojë ky përdorimi VPN në të dhënat tona, do të kemi intervistën me ekspertin e IT-s, Elton Heta. Elton, përshëndes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Rrjeti social TikTok është mbyllur. Pra të paktën sipas fjalëve të kryeministit, ndërkohë që qytetarët shqiptar, kryesisht të rinj, kanë gjetur zgjidhjen me përdorimin e VPN. Si do ndikojë ky përdorimi i VPN-s tek të dhënat tona, duke qenë se ka një rrezik të shtuar për vjedhjen e të dhënave dhe ndërhyrjen në to? Unë nuk jam aq pesimist për sa i përket sigurisë përdërimit VPN-ve ose VPN-ve, sepse në fakt VPN-t janë shpesh herë më të sigurta se sa interneti që ne përdorim, sidomos kur jemi në kafene, kur lidhemi me wireless të cilët nuk i njohim, përdorimi i VPN-s është një zgjidhje për sigurinë tonë në fakt. A mund të përfitojnë hakerat nga kjo? I vetmi ndryshim dhe i vetmi problem, do të thënë ku edhe hakerat ndoshta mund të përfitojnë është kur ne shkarkojmë një VPN që nuk është shumë i njohur dhe nuk është një VPN që është miratuar nga standardet e Apple Store ose Play Store. Pra ajo që ne duhet kemi parasysh është që të marrim një VPN në platforma që janë serioze, të njohura dhe që kanë vite dhe kanë miliona përdorërues. Teknologjia na ofron dy zgjedhje, VPN falas dhe ajo të paguar. Kush është më i sigurt nga këto të dyja nëse do mund të zgjedhje? Padyshim që ajo që ne marrim me pagesë është më e sigurt dhe nga pjesa e pagesës që ne kryejmë përfitojmë përveç bllokimit të reklamave, pra aplikacioni nuk na shfaq reklama të cilat ne nuk i dëshirojmë, pra ne në fakt duam vetëm përdorimin e VPN pa reklama. Në këtë moment edhe ai rrjeti që krijohet, ai IP që ne përdorim janë më të shumta dhe ne marrim një IP për çdo user. Pra nëse ne bëhemi klient tek një VPN premium me pagesë, ajo IP që ne marrim në atë moment është IP-a jonë dhe kështu jemi më të sigurt. VPN vetë është një tunel rrjeti, që në fakt nuk e di se pse është shfaqur si pa sigurt, kur edhe aplikacione si bankat, policia, ushtria, kryeministria, po ashtu ministrit, po ashtu e përdorin për të ruajtur dhënat tona. E gjithë kjo situatë, si do të ndikojë në sigurinë kibernetike? Vetëm do bëhet pak më e vështirë për ISP-t shqiptare për të bërë këto bllokime që ato kanë nisur dhe në fakt nuk rezultojnë të bllokuar në 100% të ISP-ve, ka problematika kudo, në ISP-t ndoshta më të njohura aksesi në TikTok vazhdon të jetë i hapur, vazhdon të aksesohet edhe pa VPN, me thjesht një ndryshim DNS ose ka raste që është akoma i hapur. Edhe nuk mendoj që do ndikojë negativisht. VPN-ja do bëjë më të vështirë atë monitorimin që ato duan të kryejnë mbi ne. Pra në momentin kur ne përdorim një VPN, ato thjesht shikojnë që ne po përdorim këtë VPN, por jo se çfarë website-sh po hapim ose çfarë aplikacionesh po përdorim. Në pjesën e statistikave që ato duan të bëjnë, raportet që ato duan të kryejnë do jetë më e vështirë, por për shqiptarët nuk ndryshon asgjë. Aksesi në internet do jetë i hapur për sa kohë VPN nuk është e ndaluar me ligj dhe kjo nuk besoj që do arrihet për ato fakte që përmenda që shumë institucione përdoren edhe për sigurinë e tyre, për lidhjen e një rrjeti të brendshëm dhe që mos jenë të rrezikuar nga hakerat në një lidhje të jashtme. Duke qenë në këtë situatë, çfarë alternativash na sugjeron si ekspert IT për të mbrojtur edhe nga rreziku i vjedhjes së të dhënave në këtë situatë ku TikTok nuk është i aksesueshëm, të paktën në momentin që hap Wi-Fi apo të dhënat celulare? Për gjithë ato që e kanë ndarë mendjen që duan ta përdorin TikTokun, pasi unë nuk është se jam një user i rregullt TikTok dhe nuk është se më bën shumë përshtypje bllokimi në aspektin personal.
edhe që të vazhdojnë ta përdorin TikTokun dhe ju sugjeroja që nëse kanë mundësi ekonomike të marrin një VPN shkarkuar dhe jo nga ato që janë falas, por nëse nuk kanë mundësi ekonomike të zgjedhin një VPN falas, por që është e monitoruar nga Play Store dhe Apple Store. Pra mos ta shkarkojnë nga browserat si Google Chrome e tjerë, por ta shkarkojnë nëpërmjet Play Store dhe App Store. Sepse kur e shkarkojmë nga aty, ka një farë kontrolli edhe nga këto dy kompani që mbizotrojnë tregun e aplikacioneve dhe monitorimin e standardeve të tyre, kështu që për të siguruar këto janë hapa që duhet ndjekim. Pastaj opsionet që VPN ofron një mbyllje të rrjetit më të sigurt, një është pak më pak i sigurt, pra kjo varet nëse TikToku punon, VPN po punon. Pastaj sa ne ato na gjurmojnë, sepse duhet përmend edhe instalimin e DPI-s që është kryer në shtati ISP më sa kam informacion. Pastaj sa ne nuk zhurmohemi nga kjo është një çështje tjetër që duhet parë më me kujdes, sepse edhe VPN edhe zhurmimi nga DPI nuk është gjithmonë i mundur. Sa i përket të mbylljes së rrjetit social TikTok, ai është mbyllur për të siguruar kështu fëmijët. A janë të vërtet të siguruar fëmijët shqiptar apo janë më të rrezikuar duke qenë edhe në zgjedhjen e të bërit alternativa si përdorimi i VPN-s, por jo vetëm edhe të tjera alternativa për të qenë më pranë TikTok, pra për të mos humbur kontaktin dhe përdorimin e tij? Tek siguria e fëmijëve nuk mendoj që kanë ndikuar, pasi audienca në TikTok vazhdon të jetë e njëjtë dhe mbi të gjitha fëmijët e shqiptarëve sot përveç TikTokut që mësuan ta përdoren dhe kanë ngelur në TikTok, kanë mësuar të përdoren edhe VPN, që në një rast tjetër kur do mbyllet diçka që do jetë vërtet serioze, jo si rasti TikTokut, pra kur ne jemi të rrezikuar, ato që do duan ta përdoren tani e kanë gjetur zgjidhjen me VPN edhe pra i kemi bërë të mësojnë edhe diçka tjetër që në fakt nuk do ishte ndoshta mirë të mësonim në këtë moment. Për rreziqet që kanose në përdorimin e VPN, çfarë këshilla shihni për institucionet shqiptare që fëmijët, por jo vetëm të rinj, të jenë më të mbrojtur, duke qenë se përdorimi i këtyre alternativave rrezikon të dhënat e tyre? Mendoj se do ishte më mirë që institucionet bënin punën e tyre të flisnin shpesh me drejtuesit e aplikacioneve, jo vetëm TikTokut, pasi TikToku është një platformë, por në fakt ka platforma tjera që janë më të rrezikshme se TikToku, mund të përmendim Snapchat, ose mund të përmendim Telegram, që po ashtu janë rrjete dhe aplikacione që përmbajnë vërtet rrezik, madje edhe rasti 14 vjeçarit, ku e kanë përmend dhe prindërit e tij, nuk kishte një llogari TikToku dhe ai në fakt bisedimet dhe ato konfliktet me kolegun e tij, me shokun e tij të klasës i kishte kryer në Snapchat. Pra këto janë aplikacione që janë më të rrezikshme dhe për të minimizuar sadopak rrezikun që na kanoset nga këto aplikacione, edukimi duhet të jetë më i mirë, prindrit duhet të kujdesen më shumë për fëmijët dhe institucionet duhet të kenë një bashkëpunim më të lartë me këto aplikacione. Pra duhet të ketë një komunikim që tu kërkojmë shpesh herë filtra për fjalët fyese, për video live-et banale, për standardet e moshës, një filtrim sipas moshës në TikTok do ishte kryevepër, do ishte super. Pra, nëse ne çdo user sot në TikTok do t'i kërkonim që në momentin e logimit vërtetonte nëse është mbi 18 vjeç apo jo, kjo do filtronte goxha audiencë. 12 vjeçarë, 13 vjeçarë nuk do ekzistonin në TikTok nëse kjo do ndodhte. Ose nëse këtyre moshave të mitura mund të bllokonin një farë aksesi, pra mund të bllokonin video live-et, mund të bllokonim disa aksese që janë potencialisht më të rrezikshme se sa një aktivitet normal i shikimit të videove, do ulte goxha rrezikun, por nuk besoj që jemi në këtë rrugë dhe kemi kërkuar të tilla masa përderisa kemi arritur në bllokim direkt të IP-ve që për mua është qesharake, sepse nuk do arrihet kurrë. Për të ndalur të sulmet kibernetike, shpesh herë faqe zyrtare të institucioneve në vend hakerohen nga hakerët. Pra, jemi të përgatitur si vend për të mbrojtur nga sulmet kibernetike, i kemi kushtet e duhura?
Në situatën ku ndodhet Shqipëria, ku të rinjt të ikin çdo ditë më shumë, për fat keq, mendoj që edhe siguria kibernetike në vendin tonë nuk është në kushtet që duhet të jetë, pasi institucionet shtetërore kanë ngelur në punë njerëz që ndoshta nuk janë aq të aftë për atë punë dhe që nuk kanë marrë një njohuritë e nevojshme për ta kryer detyrën ashtu siç duhet. Sepse edhe fusha e teknologjisë është një fushë që nuk është se ti e mëson sot edhe mjafton të zhvillosh atë punën me aq njohuri sa ke marrë. Duhet qëndrosh gjithmonë i updetuar me ndryshimet që ndodhin dhe kur me kalimin e moshës normalisht që puna bëhet më vështirë. Kjo pjesa që shqiptarët po ikin masivisht dhe s'kanë dëshirë të punojnë në Shqipëri, e shohin të ardhmen e tyre jashtë, është një problem goxha serioz, jo vetëm në aspektin e teknologjisë, por edhe në çdo fushë tjetër që po jep ato efektet e saj. Edhe kontributi pastaj shtetit, pjesa e buxhetit për të rritur njohuritë e studentëve apo nxënësve që dalin nga auditorët e shkollave, nuk është aty ku duhet. Sot ka shkolla pa laboratore ashtu siç duhet të ishin. Në fakt, ka universitete që studentët paraqiten me laptop personal edhe nuk janë kushtet për një kompjuter të shkollës. Me këto ritme nuk është se do jemi aty ku duhet të jemi. Jemi goxha të rrezikuar si shtet. Po ChatGPT-ja është kryefjalë e Shqipërisë, le të themi, sidomos të vitet e fundit, pra të rinjt, por jo vetëm, dua të theksoj edhe vendosjen e fotove për t'i kthyer në një model të studiove kineze. Sa të rrezikuara janë këto përdorimi i fotove, privatësisë, por jo vetëm, edhe temave të diskutimit që mund të hapen në ChatGPT-n, apo tema të tjera të caktuara, qoftë duke zëvendësuar apo një psikolog apo një mjek, shpeshherë përdoret duke zëvendësuar një profesion. A rrezikon profesionet në vend dhe sa të sigurta janë të dhënat apo diskutime që bëhen me ChatGPT-n apo pyetje që i parashtrohen? ChatGPT si platformë mendoj që është goxha e sigurt, pasi pas saj dihet kush është autori, dihet kompania dhe është goxha serioze, pra dhe ajo monitorohet, serverat e saj monitorohen gjithashtu. Por e mira gjithmonë është që ne të mundohemi ta përdorim për gjëra minimaliste dhe mos zëvendësojmë, siç e the ti, psikologen, mjekun apo një profesion tjetër. Disa profesione që janë vërtet rrezikuar janë profesionet e punonjësve në supermarkete, kasierëve, arktarëve, që jashtë Shqipërisë në fakt kanë filluar të zëvendësohen dhe ka shtete ku në një supermarket mungon punëtor dhe në fakt kemi vetëm kasa automatike të automatizuara që me inteligjencë artificiale ku ne mund të kryejmë pagesat, kalojmë produktet vetë dhe të marrim gjithë procedurën. Profesionet tjera që janë të rrezikuara, po ashtu janë dhe shoferët e taksive, ku në shtete jo si Shqipëria, por në shtete të zhvilluara ka filluar që taksit të jenë autopilot, pra siç është Tesla, që mund të selektojmë atë rrugën që ne duam ndjekim dhe makina na çon në destinacion. Por në Shqipëri kjo përsëri nuk mund ndodhi, paktën në kohën ku jetojmë, sepse rrugën në Shqipëri janë problematike, ashtu siç është edhe siguria kibernetike. Në Google Maps, rrugët ekzistuese që sot supozohet të jenë ekzistuese, ka shpesh raste që nuk janë ekzistuese. Ndërsa përdorimi i chatit për të bërë këto fotot ilustruese është i rrezikshëm kur ne përdorim në fakt foto që janë të jetës tonë përditshme ose nuk duam t'i bëjmë publike. Në rastet kur është një foto që ne kemi publikuar në rrjetet sociale dhe e transformojmë dhe aty në një foto ilustruese, nuk besoj se ka ndonjë rrezik shumë të madh, pasi përderisa fotot janë online të publikuara, edhe nëse nuk e bëjmë ne atë ndryshimin në një ilustrim, mund ta bëjë dikush tjetër i pa autorizuar me imazhin tonë, me fytyrën tonë. Rreziku tjetër që ka noset nga kjo është përdorimi i inteligjencave artificiale në të ardhmen për të krijuar video ilustruese të ndryshme, ku ndoshta edhe imazhet tona do të përdoren. E mira për këto është që ne të lexojmë gjithë rregullat e kompanive, politikat që ato kanë, për të kuptuar dhe se si përdoren dhënat tona, pasi çdo kompani, para se ne të regjistrohemi,
ka një faqe me rregulla që na cakton se si do të përdoren dhënat tona. Në rastin kur ato keq përdoren, të paktën dhe nuk kemi firmosur, të paktën kemi drejtën që t'i denoncojmë apo të kërkojmë ato drejtën tonë, shkeljen që na është bërë. Elton, për ta përmbyllur, keni një këshill për të rinë shqiptar, por jo vetëm në kujdesin që duhet kemi në përdorimin e aplikacioneve, por jo vetëm edhe alternativave të tjera, siç ishte rasti i VPN-ve që na rrezikon të dhënat, apo për të mbrojtur edhe nga sulmet kibernetike apo vjedhjet e të dhënave që na rrezikohen nga aplikacionet që kemi në telefon? Të rinjve shqiptar fillimisht do rekomandoja që të mos e shpenzojnë gjithë kohën e tyre në rrjetet sociale, pasi kjo nuk është shumë e nevojshme dhe shumë e këshillueshme edhe nga mjekët, paktën me sa kam dëgjuar, por nga ana kibernetike dhe mbrojtjes tyre në internet, para se të shkarkojnë një aplikacion, para se të instalojnë një aplikacion, fillimisht duhet i kalojnë 5 minuta kohë për të lexuar rreth këtij aplikacioni, nëse është i sigurt apo jo. Nëse kërkon internet, nëse një aplikacion i caktuar është apo jo i sigurt, ka informacione pafund publikuara nga media serioze ose nga ekspertë ndryshëm që flasin rreth aplikacionit dhe sigurisë që ai ka. Gjithashtu gjithmonë duhet të kenë kujdes për ta ritheksuar që aplikacionet gjithmonë të shkarkojnë nga Play Store ose Apple Store, në varësi të pajisjes që ato kanë, për ta bërë pjesën e rrezikut më të ulët, pasi çdo aplikacion edhe një herë në këto platforma është i monitoruar, është i kontrolluar nga standardet europiane dhe të Amerikës gjithashtu, edhe potenciali që këto të jenë të rrezikshme normalisht është më i ulët. Gjithashtu edhe përdorimi i imazheve në ChatGPT ose platforma të tjera që po ashtu janë inteligjencë artificiale, duhet të jetë më i ulët, duhet përdoren gjithmonë nëse pra e dëshirojmë diçka të tillë, duhet përdoren foto që ne nuk e kemi problem edhe nëse bëhen publike, sepse serverat e një kompanie të caktuar sot mund të jenë të sigurt, nesër mund të jenë të rrezikuar, ashtu siç janë shpesh herë dhe dhënat tona në platforma ndryshme online, duke pas raste edhe qeveritare. Elton, të falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit dhe juve për ftesën dhe për gjitha këshillat që kërkuat. Shikues të nderuar, ishim deri në këto momente me Elton Hetën, ekspert IT, i cili na foli më shumë për mbylljen e TikTok, por jo vetëm, edhe rreziku që kanoset nga përdorimi i VPN-ve në mënyrë që të kemi akses në rrjetin social TikTok. Në këto momente do të kalojmë në një hapësirë publicitare.